الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالمدريم ذا الأذرات تتقين الله جل جلاله إتلنا بغتيمة ميرة الشمطة أتثان القرآن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها më të vërtetë Allahu juve ju dha të gjitha ato për të cilat ju patët nevojë e sikur ju t'i numëronit begatit e Allahut ndaj juve ato begati janë të panumërta. Salatet selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu xhalla xjalaluhu në surën Hud: "Kadhalika naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dhe kështu na të shpallim ty prej historive të pejgamberëve të mëhershëm në mënyrë që ta forcojnë zemrën tënde. Dhe me të vërtet në për këto ngjarje ka përkujtim dhe ka mësim për besimtarët që kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Pra një pjesë e konsiderueshme e Kur'anit ka ardhur ngjarje që kanë ndodhur tek popujt e mëhershëm, tek pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala në ballafaqim me popujt e tyre. Ngjarje shumë të rëndësishme, ngjarje shumë të përsëritura dhe të përmendura në Kur'an. Allahu xhelle xjalaluhu në tekst të veçantë i ka përmend ngjarjet e Beni Israilve, ngjarjet e jehudëve me pejgambert e tyre. Pra Beni Israilet janë pasardhës e Jakubit a.s. E Allahu xhelle xjalaluhu në Kur'an shpesh i përmend Beni Israilt, posaçërisht në tekst të veçantë Beni Israilt me Musa a.s. E Allahu xhelle xjalaluhu në surën Hud po thot: në këto ngjarje ka përkujtim për juve. Se ka mundësi dikush prej neve me ndu që kjo vetëm ngjarje ka ndodhur në histori interesant, na duket pak sikur në teatr ose në film edhe u kry. Jo. Allahu xhelle xjalaluhu këto ngjarje i ka dërguar te na, i ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me na mësu neve, me na përkujtu neve, me na i tërheq vërejtjen neve, me na dhon mësim neve Allahun subhanahu wa taala. Fillimisht rastisim shpesh të ndëgjojmë apo edhe të lexojmë në rrjetet sociale një pyetje se si ka mundësi të përmirësohet gjendja e muslimanëve, gjendja e ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush ishin dhe ku janë tash muslimanët? Si të arrim të bahemi apo të kthehemi aty ku e kishin vendin muslimanët?
E Allahu xhelle xhelaluhu në surën Al-Anfal thot: Inna Allaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ka për ta ndryshuar një begati që ja ka dhënë një populli, përderisa ata nuk ndryshojnë veten e tyre. Pra Allahu xhelle xhelaluhu nuk ja merr begatin që ja dhep një populli derisa ata nuk e humbin vet. Pra ka ndodhur diçka në mesin ton, ka ndodhur diçka në shoqërinë e muslimanëve, që sot muslimanët të jenë aty ku i shohin. Ka ndodhur diçka te na. Ka ndodhur një problem tek na. E kur t'i kthehemi ngjarjeve që Allahu i ka përmendur në Kur'an, do ta shohim se kur sekreti. Kur ti lexojmë, ti meditojmë, ti studiojmë, të shohim se çka kanë fol dietarët për këto ngjarje që për neve janë shumë thjeshta, kena me e pasë në këto ngjarje është sekreti që e përcjell Allahu tek na. Një prej ngjarjeve shumë të përfolura dhe shumë e njohur në Kur'an është ngjarja e lopës. Ngjarja e lopës në bazë të emrit të cilit e ka marrë edhe surja emrin e lopës, surja Bekara. Surja më e gjatë në Kur'an quhet surja Bekara. Surja Bekara i thojnë lopës. Pse Allahu xhelle xhelaluhu surën më të madhe në Kur'an e ka quajtur surja Bekara, surja e lopës? Kanë thënë dietarët, në këtë surë janë bazamentet e fesë. Në këtë surë shtjellohet çështja e njësimit të Allahut. Fjala la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Baza e fesë këtu shtjellohet. Në këtë surë shtjellohet edhe namazi, edhe zekati, edhe agjërimi, edhe haxhi. Po, temelet e fesë shtjellohen në këtë surë. Bazat e raporteve ndërnjerëzore shtjellohen në këtë surë. Sikur nikahu, sikur talaku, sikur tregtia, sikur marrja dhe dhënia e borxhit. Ajeti më i gjatë në Kur'an është në këtë surë. Në këtë surë është ajeti më i madh në Kur'an, Ajetul Kursia. Në këtë surë janë dy ajetet e fundit. Amen Rasuli, në deri në fund të surës, dy ajete që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i lexon këto dy ajete kefeta, atij mjaftojnë. Megjithatë, karshi krejt këtij realiteti, Allahu e ka quajtur surja Bekara, surja e lopës. E këtu ka diçka. E këtu ka një sekret. Se Allahu kishte mujt me quajtur surja e ajetit më të madh në Kur'an. Surja e ajetit më të gjatë në Kur'an, surja e borxhit, surja e namazit, surja e tauhidit, surja e besimit, edhe shumë e radhë. Megjithatë Allahu xhelle xhelaluhu na ka çuar neve te një ngjarje që ka përmend në këtë surë, surja e lopës. E kanë thënë dietar, ka shiket në realiteti, këtu ka diçka. Këtu ka një sekret. Këtu ka një mesazh Allahu xhelle xhelaluhu. Te surja e lopës apo te ngjarja e lopës, Allahu xhelle xhelaluhu neve na thën te një ballafaqim apo një problem që ka ndodhur në kohën e Musait alayhis salam me Ben Israilt. Pra Allahu na thën te Ben Israilt. Te surja më e madhe në Kur'an, Allahu ta potencon Ben Israilt. Këshyri pak Ben Israilt. Medito pak rreth tyre. Rreth raportit të tyre me pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se aty ka mësime të mëdha. E pse Ben Israilt atë shumë? E pse Allahu fokusin e jep te surja më e madhe te një ngjarje që ka ndodhur te Ben Israilt, dhe në Kur'an përgjithësi të gjitha ngjarjet më shumë flasin për Ben Israilt? Për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu këtë umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çysh e ka etiketu, çysh e ka emërtuar në Kur'an, tha Allahu: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë që i nxjerr për njerëzimin. Pra muslimanët janë më të mirë për njerëzimin. Pse? Për shkak se ju urdhronin të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun subhanahu wa taala.
Dhe kjo është privilegj, apo? Kjo është begati. Kjo është mirësi speciale e Allahut për çdo secilin që bëhet musliman. Kjo është vlerë. E Allahu xhelle xhelaluhu këtë vlerë neve na mëson çysh me rujt nëpërmjet ngjarjes së Ben Israilëve. Me ngjarje të shumta me pejgamber të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu këtë vlerë, këtë merit, këtë begati ja kish pas dhënë edhe Ben Israilëve. Kështu kishin qenë edhe Ben Israilët. Kishin qenë më të privilegjuar ndër popujt, më të mirë ndër popujt tjerë. Të zgjedhur, të begatuar nga ana Allahu xhelle xhelaluhu. Mirpo e humbën këtë privilegj, e humbën këtë epitet. E Allahu neve nëpërmjet ngjarjeve të tyre na mëson dhe na thot mos e humbni se keni mundësi me humb. Tha Allahu për Ben Israilt: "Wa faddalnahum 'ala al-'alamin", dhe na I kemi privilegjuar karshi krejt popujve tjerë. Pra I kemi dallu. Kan Ben Israil I kemi dallu prej popujve tjerë. Dhe tha Allahu: "Wa ja'alna a'immatan minhum a'imma", dhe Allah tha dhe na prej këtij populli banëm pris për njerëzimin. Banëm pris. Pra populli zgjedhur, popull me merita, me vlera, I privilegjuar. Prej kësaj gjendje, prej këtij epiteti, çka tha Allahu subhanahu wa taala? Tha: "Man la'anahumullahu wa ghadiba alayhim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Prej këtij epiteti shumë të lartë, Allahu tha, ata të cilët I mallkoi Allahi, u hidhru me ta. Prej tyre Allahu I shëndroi në dera dhe majmuna. Do më thonë, ekziston ka mundësia, privilegji dhe merita edhe vlera me të marë. E në fakt nuk të mirët për e humbë vetë. Muslimant këtë privilegj e kanë në çështjen e besimit, në raport me Allah subhanahu wa taala. Janë të dalluar ndër gjithë popujt, pavarësisht a janë të dobët, a janë të fortë. Mirpo, kur ta shohim realitetin e forcës, e pushtetit që e kanë pas muslimanët, sot nuk e kanë. Nuk e kanë muslimanët për shkak se e kemi humb vetë. Për shkak se Allahu tha, Allahu një begati që jep një popullit, nuk ja merr derisa ata nuk ndryshojnë vetë me tyre. Pra derisa ata nuk prishën vetë, nuk ndryshojnë vetë, Allahu nuk ja merr begatin, se I ka privilegjuar Allahu xhelle xhelaluhu. Ben Israil e humbën vetë. E Allahu po do nëpërmjet Ben Israilëve me na mësua neve. Çka ndodhi në këtë ngjarje? Erdhi një person të ankohet te Musa alayhis salam se dikush ja ka myt, ja ka vrarë Axhën, Mixhën. Dhe kërkonin tash me e gjetë vrasësin. Dhe shikoni. Vjen një person me kërku me e gjetë vrasësin, dhe Allahu vjen me një përgjigje të çuditshme. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Dhe kur Musa alayhis salam I tha popullit të vet, Allahu ju urdhënon me e prej një lopë. Kanë thënë dietarët, do t'ishte e rrugës në kuptimin ton, për asaj që na I shohim xhanat, do t'ishte e rrugës që rrjedhshmëria apo renditja e ajeteve të jetë kështu. Dhe kur në mesin tuaj u vra një person, ky ajet përmendet më vonë. Dhe kur në mesin tuaj u vra një person dhe ju erdhët me pyet, Allahu ju tha prejni një lopë. Mirpo Allahu e ka përmend këtë çështjen e vrasjes në fund e ka përmend. Dhe para kësaj e ka përmend ndodhin e prerjes së lopës. Dhe ka thënë dietarët, ky stil I ajeteve apo kjo renditje e ajeteve neve na jep një mësim, një sekret shumë të madh, që e shohim tash në vazhdim. Musa sa I tha, Allahu ju urdhron me e prej një lopë. Ata I thanë, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
Allahu u tha një lop. S'përmend diku xhama tepër. As kështu, as kështu, as ashtu, as kur gjë. Një lop. Ata i thanë, pyete për neve Zotin tanë. Shire, edukata, apo pa edukata e tyre në raport me Allahun. Nuk i thanë, pyete Allahun, pyete Zotin tonë, i thanë, pyete Zotin tanë. Ju bejin lëna ma hi. Na spjegon neve çfarë është kjo lop. Para kësa i thanë, a i të bëha i gare me neva? Na pëthina, është vëra dikush, ti thu me prej lop. Qa ko lidhe lopa me vrasën e personit? Kale, a'udhu billahi an akuna min al jahilin. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut që mos bëhem prej ignorantëve, tha Musa alayhis salam. Pastaj i thanë, pyete Zotin tant për neve, çfarë është ajo? Çfarë lope? I tha, lop as e vjetër, as shumë e re, mesatare. Pastaj i thanë, pyete çfarë ngjyre ka? Ta kishin prej një lop, çfarë do qoftë, do të mjaftofshin. Ama ja vështirësun vetës atyre. Ama fillun me bo filozofi. Me bo pyetje pa pyetje. Pyetje pa vend. Allah tha një lop të verdh dhe pamja asaj lope është ashtu që kur tash secili që e shef mahnites me bukurinë e saj. A u kry? Nuk u kry. Tha, pyete për neve Zotin tanë se me të vërtet na është pështjell lopa. Do më thonë, e zvaritnin punën, e vështirësonin gjendjen në realizimin e urdhit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Erdhen me njësi gjendje që nuk mundnin me gjetë njësi lope që farë tha Allahu pastaj. Dhe dhanë shumë pasunin, dhe humbën shumë kohë, derisa e gjetën atë lopë. Kanë thënë dietarët. Sekreti që Allahu xhël xhelaluhu na përcjell neve në këtë ngjarje, veçanti edhe ngjarje tjera të Bani Israilëve, është që mos filozofojmë në urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Kur të vjen urdhni i Allahut, ta veprojmë, kjo është më e thjeshtë dhe më e lehtë për neve. Në çdo urdhër të Allahut xhël xhelaluhu, që në paraqesim në një farë pa qartësie, për shkak filozofisë tonë, për shkak dëshirës të zvarritjes së nënshtrimin ndaj urdhit të Allahut subhanahu wa taala, për neve përkeqësohet gjendja. Neve na vështirësohet. Nuk ka mundësi dikush t'ja vështirëson vetë vetëm se Allah dhe më shumë ka më vështirësuar. Kështu ishin Ben Israilit. Dhe Allahu po na thot neve, kur të vjere urdhni e Allahut, Musa alayhis salam ka pas mundësi mi thon, prejeni një lopë. A me ka thonë, Allahu ju ka thonë, që çështja tjetë më madhështore, që kur të vjene urdhni i Allahut subhanahu wa taala, të ndalemi. Të ndalemi dhe ti nënshtrohemi me njëherë Allahut subhanahu wa taala dhe mos bëjmë pyetje pse. Në qoftë se Allahu na mundson me kuptu urtësinë e këtij urdhni, alhamdulillah. Në qoftë se Allahu s'na mundson me kuptu urtësinë e këtij urdhni apo kësaj ndalese, na duhet me u nështru edhe pse nuk e kuptojmë. Nuk e dim na ku sekreti i kësaj, mirë po na i nënshtrohemi se është urdhën i Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët. Ajo që ka neve Allahu na mëson në këtë ngjarje, në këtë dialog të Musa alayhis salam me Ben Israilt, është se shumë shpejt mundet me ndodh ndryshimi i gjendjes. Prej një epiteti, prej një gjendje i lavdruar, i privilegjuar, për shkak mos respektit dhe mos edukatës me Allahu subhanahu wa taala, ndryshon gjendja më njëherë. Për shkak se i gjithë sekreti dhe gjithë begatia dhe gjithë suksesi është në nënshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu është sekreti i përparimit të umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta shohim se muslimanët e kanë humb pushtetin, e kanë humb meritat, e kanë humb krenarinë që kanë pas për shkak mos nënshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se në qoftë se analizojmë të gjitha
periudha kohore, prej të sahabët, deri në zamanin tonë, deri pak para zamanit tonë, deri para 100 viteve, pavarësisht problemeve që i kanë pas me zveti muslimanët, pavarësisht përçarjeve të mbrëmshme që i kanë pas, pavarësisht edhe luftrave ndoshta të mbrëmshme që i kanë pas, përsëri karshi të tjerëve kanë qenë të dalluar dhe kanë qenë në pushtet. Mirpo, të gjithë prej asaj periudhe deri para 100 vjetëve, të gjithë kanë qenë të bashkuar tek një parolë. Që kjo parolë sot ju ka humbur muslimanëve. Dhe për shkak kësajna jemi këtë gjendje ku jemi sot. Grupacionet që i shohim sot të muslimanët edhe atëherë kanë qenë. Këtë kuptimet që sot i shohim edhe atëherë kanë qenë. Probleme dhe përçarjet që sot i shohim të muslimanët edhe atëherë kanë qenë. Po dallimi i atëhershmit edhe i tashmit është se ata pavarësisht grupeve, fraksioneve, problemeve që i kanë pas, të gjithë kanë qenë të bashkuar rreth një ajeti kuranor. Fjala e Allahut në surën Ali Imran, ku thot Allahu: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u mërzitni shpirtërisht, mos u dobësoni fizikisht, për shkak se ju jeni më të lartit në qoftë se jeni besimtar. Pra pavarësisht grupit, fraksionit, vendit ku ka qëndru muslimani, krejt komplet e kanë pas këtë bindje, se unë jam më i larti për shkak se jam për besimtarve dhe jam për muslimanve. Sot, kjo ka humbur të musliman, për fat të keq, për pos të disa musliman. Sot nuk ndihet muslimani krenar për besimin e tij. Sot muslimani nuk ndihet krenar për fejnë e Allahut subhanahu wa taala. Sot muslimani e shef krenarin të perëndimit. Sot muslimani e shef se krenaria arrihet në qoftë se ban autoritet, në qoftë se ban pasuri, në qoftë se ban njerëz, në qoftë se ban këtë dhe këtë prej çështjeve të kësaj dunjaje. Dhe nuk e shef krenarin të feja e Allahut subhanahu wa taala, dhe për shkak kësaj dhe nëpërmjet kësaj dere kanë arritur besimtarët me i përço muslimanët, me i pru në një gjendje që nuk mundën më kthy aty kanë qenë përpara. Edhe pse më herët muslimanë kanë posu humbje nga më të mëdhaja, saqë kanë mbet pushtet i muslimanëve vetëm Egjipti i sotshëm. Kretat hartë të madhe të lindjes së mesme dhe lindjes së largët që e kanë pas në dorë muslimanët e kanë humbur pushtetin. Kanë mbet vetëm një vend i vogël i Egjiptit. Dhe krahasimi i asaj kohe, krahasimi i gjendjes së asaj kohe me zamanin tonë, sikur me luftu një grup i vogël i njerëzve me shtetet e mëdha sot që janë nëpër dunjë. Ashtu ka qenë puna e tatarëve me muslimanët. Mirë, po kanë arrit ky grup i vogël me i shpartallu tatarët edhe me i dhënë fund pushtetit të tyre që mos me çukryja asnjëherë më në histori. Pse? Për shkak krenarisë me fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe në nshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dojmë suksesin, suksesi është në nshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dojmë suksesin, suksesi është të adhurojmë Allahun, mos t'i bëjmë shirk Allahut subhanahu wa taala dhe të nështrojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allah t'i falë mëkatet tona, elusim Allahun që Allah të na përfundim të mirë, elusim Allahun që Allah t'i kthejë muslimanët aty ku kanë vendin. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.